Shikues të nderuar të televizionit Dugagjini dhe Paparacit. Sot bashkë me Visarin do të analizojmë një temë specifike. Afrimin e Albin Kurtit me media në këtë fushat. Në këtë kohë kur ati duhen më shumë se kur mediat, kur ai më në fund e ka kuptuar se lufta me media është luftë e humbën. Dhe ka zgjedhur mediat e caktuara për të afruar me to. Dhe ka pas një intervistë me kolegun Kushtrim Sadiku. Për mu, 90% e asaj interviste, të paktën deklaratat e Zotit Kurti janë të rrajshme. Megjithatë do të merremi me një çështje konkrete, që lidhet me mua, që lidhet me Visarin, që lidhet me një punë të jashtëzakonshme të mediave në këto 5 vjet ballafaqim me regjimin e Albin Kurtit. Visar, mirëmbrëma. Besoj e ke pa intervistën e Zotit Kurti. Patjetër. Ai ka fillu për shkak të fushatës, ka fillu mu afru me media, ka fillu gjoja me u distancu nga gjuha e urrejtjes kundër mediave, ka mohu se i ka quajtur mediat të Serbisë, ndërkohë në vazhdimsi është një gjë e tillë, por e ka lokalizu se gjoja vetëm një medium që është i regjistruar peq Kosovo është i Serbisë, kur dihet se dokumentacioni i regjistruar në RBK është i Malit të Zi, dhe Mali Zi referohet qytetet tona ende si qytetet e ish Jugosllavisë, ndërkohë që Kurti si kryeministër nuk ka bërë asnjë veprim që Mali Zi t'i referohet Pejës, Pej e jo Peq, Gjakovës, Gjakove e jo Gjakovic, Mitrovicës, Mitrovice e jo Kosovska Mitrovic. Po megjithatë këta zgjedhin me bë akuza. Një gjë që më ra në sy, e që lidhet me mu, ka të bëj me biseden e Mimoza Kusari Liles me terroristin Milan Radojqić. Ndërkohë që Kurti mori një 2 pyetje aty sfiduese, suggestive, Kushtrimi tha, a është kjo pjesë e luftës hibride, apo çka keni për të thënë? Do ta dëgjojmë saktësisht, sepse ishte pyetje suggestive. Dhe ai tha, natyrisht, është montim, është pjesë e luftës hibride, sepse ashtu e kishte pyetjen e parë. Po unë ja u dëshmoj këtu shikuesve, të gjithëve, që biseda është e vërtet, është pa ndërhyrje, sepse këtë ka thonë Prokuroria Speciale, dhe këtë ka thënë vetë Mimoza Kusari Lila në kallëzimin penal që ma ka bërë mu në Prokurorinë Speciale. Mimoza Kusari Lila më ka bërë kallëzim penal për nxitje të urrejtjes dhe mosdurimit kombëtar racor, ku hyn aty fetar. Por nuk më ka bërë kallëzim penal për montim të bisedave, incizim të pa autorizuar, këtë vepër e ka bërë kallëzim penal. Dhe diçka është e rëndësishme për mu Visar, se kallëzimin penal e ka hedhë poshtë prokurori Bekim Kodraliu, i cili ngriti akt akuzë kundër 3 serbëve për sulmin terrorist në Iber Lepenc. Pra po flasim për një prokuror me kredibilitet, që ka njënën prej raste më të mëdhaja dhe që është zbulimi më i madh që ka bërë ndonjëherë Prokuroria Speciale në bashkëpunim me FBI. Se FBI ishte agjencia amerikane e cila vërtetoi se balta e ngjitur në këpucët e të dyshuarve i përket vendit të ngjarjes, kur arrestuan këta. Prandaj kemi në paraburgim këta. Si e pa këtë pjesë?
dhe përpjekjen e Kurtit për të afru me media dhe gjoja për të distancu nga gjua e urrëties kundër mediave. Spore, unë mendoj që kjo intervista e mbrëmshme e ish kryeministit dhe ish deputetit Kurti është e dizajnuar si e tillë. Dhe kjo është për mendimin tim dizajnimi i shtabit elektoral të lëvizjes së vendosje, i cili nuk i shkon me qenë pastaj edhe dizajnimi i mediave, për me kriju një figurë, një profil, pak më ndryshe të Albin Kurtit, meq e kam vlerësuar që egërsia është shfaqur, gjuha e përdorur, edhe veprimet e dëmshme që i ka bëu Albin Kurti, nuk kanë qenë të dobishme elektoralisht për lëvizjen e vendosje. Pra, tër bllokada që ka ndodhur gjatë kësaj periudhe një vjeçare, është blokadë që ne ka shkaktuar Albin Kurti dhe lëvizja e vendosje. Tash lëvizja e vendosje për qëllime elektorale, po mundohet me ndërtu një profil tjetër, me ndërtu një shpresë 3, e cila është për mendimin tim e rëndë. Pra, e zbusim ne pak gjuhën, në mënyrë që mi u zbut zemra qytetarëve për më marrë votat, në mënyrë që pastaj kur ti marrin votat me e kthy profilin e njëjtë të lëvizjes së vendosjes. Kështu që unë këto e marr më shumë si tentim mashtrim, se sa vërtet reflektim nga lëvizja e vendosjes. Që thonë qofsha i gabuar, po në kështu e shoh. E dyta, kur të ngon intervistën në tërësi, ti e sheh që aty nuk ka distancim. Tjetër që është pastaj që ti mosh me zavendësu në fjalë. Për shembull, thot si gabim është hajvanat me i qujt, edhe si kom qujt thot ton, po thot ta janë irracional. Pra nuk janë hajvana, po budalla ke vjen. Me përkthy kështu në gjuhë. Ky nuk ka distancim. Irracional është njeri që është i paqëndrueshëm mendërisht. Domethënë dhe ky nuk është distancim për mua. Distancimi vërtet që do duhet ta bënte Kurti, për mendimin tim, është distancimi nga veprimet e tij. Jo vetëm nga gjua. Gjua është reflektim i veprimeve që i ka ndërmarrë Albin Kurti. Dhe e njëjta për mendimin tim vlen edhe për mediat. Pra kur thot si kum qujt të gjitha mediat, mirë po kum qujt një medium specifikisht, dhe pastaj i gjun edhe disa akuza për media tjera. Përfshi edhe median në cilën ishte duke edhe në intervistën, që thot a përshajet, domethënë ju po bëni kështu, ju pse po ngani mas parit kjo qasje ndaj të vërtetës, pse nuk po e bëni këto kështu me radhë, ai tregon që në fakt nuk ka ndryshuar mendim për mediat. Sipas tij mediat janë pjesë e një sulmi të orkestruar të Serbisë, qeverisë së Serbisë, kundër Republikës së Kosovës edhe kundër qeverisë së Republikës së Kosovës, siç e ka thënë në Këshillin e Përgjithshëm. Partitë politike edhe mediat, opinioni publik në përgjithësi sipas Albin Kurtit, janë të orkestruara nga kjo nevojë për me ta sulmuar qeverinë. Nuk u distancuas nga Sami Kurteshi. Nuk u distancuas nga Sami Kurteshi. Se ai tha, nuk jam për përgjithësim. Pra, çaj bjen kjo? S'janë krejt njëjtë. Për mendimin tim do të më përkthy brutalisht. Me ky po flet brutalisht, edhe na do të ai tha nuk janë krejt vrasës me pagesë, janë vetëm disa. Janë disa. Kush janë ata? Po, çka bjen kjo? Kush janë vrasës me pagesë? Ti je kryeminist, duhet të më burg. Vrasësit me pagesë. Pse për shembull që ato media që kanë zgjatimet e qeverisë së Serbisë nuk po i mshelin. Ai shkon deshta me pas media si zgjatim të Serbisë në Kosovë. Qeverisë së Serbisë, pse nuk po i mshelin? Pse nuk po ndërmerr diçka ndaj kësaj. Tjetra pastaj, se do të dalim më vonë edhe te çështja konkrete. E tërë intervista ti e sheh që është, domethënë, e mbushur me propagandën e lëvizjes së vendosje, faktet për të cilën nuk janë të përdorura si sfidë, që për mendimin tim ka qenë gabim. Se ti duhesh me ballafaqu, domethënë. Ti e thu një gjë të saktuar, edhe ti e ballafaqon me një argument tjetër, me një fakt, edhe thu që kjo nuk po qëndron. Çto duhesh me bë? Është minimale që duhesh me bë. Dhe e fundit për këtë moment, unë mendoj që Albin Kurti e ka pas për qëllim, domethënë, që me intervistën e mbrëmshme dhe ka mundësi që do t'i përsërisë të njëjtat gjatë kësaj periudhe të shkurt, me kriju një farë përshtypje që tash lëvizja e vendosjes mendon pak më ndryshe, në mënyrë që me tërhiq më shumë votues, sepse qartazi, egërsia dhe blokada edhe ndërsymja që ka pas Albin Kurti nuk po ju konvenon elektoralisht për me i marr pastaj votat në mënyrë që me e kthy të njëjtën. Dhe me kena të mirë na jena. Mos të harrojmë se shpesh herë po duhet me kujtu historinë sepse po harrojmë shpejt. Nuk është hera parë që zbutet Albin Kurti për qëllime elektorale. Po mok bëhet ky. 2017 na jena zbut për qëllime elektorale. Atë kujtohet? Po. Fushata 2017 sot me zemër. Atë kujtohet? Po. 2019 pashtu 2021 në fushat shumë e butë.
programatike do ta bëjmë të atë kujtohet. Po. Do të rrisim me do ta bëjmë të, më thonë as shumë as kurrësh. Ta qeli kufinin, ta qeli. Dhe pastaj çka patëm në qeverisje? Vetëm sulme. Secilin analist në studio televizive përfshi ata që e përkrahin Albin Kurtin. Albin Kurti i ka quajt argat të natës në fushatën e vitit 2025. Nuk isha marrë me të, nuk isha marrë me këtë çështje. Po mos tisha unë dhe ti, natyrisht se ne kemi pas emision këtu, e kemi analizu në detaje, zoti Kurti me neve. Në intervistë të kushtrimi, në 2 pyetje suggestive. Ta shohim kushtrimin fillimisht. Dhe zotin Kurti. Si keni para ato incizimet telefonike me zonën Kusari Lila, padyshim që është pjesë e luftës hibride dhe e montimeve që janë bërë. Çfarë që më intereson mua në këto momente, besoj edhe shumë kush që na ndjek në transmetim është si keni para ato incizimet telefonike me zonën Kusari Lila, e keni para pjesë luftës hibride dhe montazhave, apo ju ka shqetësuar dhe ju ka brengosur? Padyshim që është pjesë e luftës hibride dhe e montimeve që janë bërë zonjës Mimoza Kusari Lila, edhe një herë, po më duhet të citoj kolegët e mi, nuk kam asgjë çfarë t'ju shtoj, ajo është montuar, dhe unë besoj që ata që e kanë transmetuar, do të duhej të hetoheshin se si u bë një montim i tillë dhe kush u dha e si u dha. Tani, kryetari vetëvendosis, kandidat për kryeministër për një mandat të ri, u përgjigj në një pyetje suggestive që vetëm u dasht me pohu pyetjen. S'pat këtu në gjë. Tha, padyshim janë montime dhe pjesë e luftës hibride. Tani Arbeni Fidoni kushtrimi mu më njohin. Dhe ata e dinë që unë nuk jam pjesë e luftës hibride. Unë kur shkruj, kur raportoj. Nuk jam pjesë e pazareve e as e luftrave hibride. Këto po ja bëj të qartë 2 kolegëve të mi dashur, miqve të mi Arbenit dhe Fidonit. Do duhet të sfidoj me argumente, me prova. Dhe argumentet dhe provat janë aktvendimi i Prokurisë Speciale të Republikës Kosovës që hedh poshtë kallëzimin penal të Mimoza Kusari Liles kundër meje. Sonja Kusari Lila, për të mbrojtur në publik, duke ditur që është shtyr nga zoti Kurti për të bashkëpunuar me një terrorist si Milan Radojqiqi, më ka bërë kallëzim penal Prokurisë Speciale. Dhe Prokuria Speciale e ka hedhur poshtë kallëzimin penal. Madje ka konstatuar, edhe bazuar në kallëzimin penal, që incizimi është i vërtet, nuk është i montuar, nuk është i prekur. Jas ka thëtë, prokurori Bekim Kodraliu, i cili ngriti akt akuzën më të madhe pas Banskës, e mbase me delikate se sa e Banskës, sepse nuk kishte njerëz, nuk ishin zbulu ata, nuk ishte pamje, nuk ishte kamera, por në hetim u zbuluan se kush qëndron prapa këtij sulmi terrorist, e jo si në rastin Banska, kur ishin edhe me fotografi, madje ishin arrestuar 3 terroristë, të cilët pastaj folën e prokurisë dhe treguan se kush është pjesë e këtij organizimi. Jas ka thëtë, në një pjesë, prokurori Bekim Kodraliu në akt vendimin për ta hedhur poshtë kallëzimin penal të Mimoza Kusari Liles. Nga provat personale dhe ato materiale të bashkangjitura në shkresat e lëndës, pra po i referohet bashkangjitur në shkresat lëndës që i ka bashkangjit Mimoza Kusari Lila.
Dhe pas analizimit të tyre, e në veçanti, pas analizimit të bisedës së zhvilluar mes palëve, të publikuar në portalin paparazzi.com, me pronar Vebi Kajtazin, nuk është vërtetuar me asnjë veprim se të lartcekurit kanë konsumuar elementet e veprës penale nxitje e përçarjes dhe mosdurimit, thuhet në akt vendim. Në një pjesë tjetër thotë kështu: pas analizimit dhe vlerësimit të hollësishëm të kallëzimit penal, shkresave dhe prova të lëndës, e në veçanti pas dëgjimit me kujdes të bisedës dhe pas dëgjimit të dëmtuarës që pretendoi të ishte Mimoza Kusari Lila, prokurori i shtetit ka ardhur në përfundim se në rastin konkret veprimet e ndërmarra nga i dyshuari, demek unë, nuk konsumojnë elementet e veprës penale. Prokuria speciale e ka hedhë poshtë kallëzimin penal. Do ta publikoj komplet aktvendimin e prokurorit të prokurisë speciale, i cili konstaton, madje edhe vetë Mimoza Kusari nuk e konteston që biseda është e vërtetë. Dhe del Albin Kurti në kohë fushate, kur i duhen media, kur i duhet rana dhe kur e gjen një dritare për të gënjy, thotë se është pjesë e luftës hibride. Isa? Qëre, biseda në mes të Mimozës edhe Milanit, është fakt. Do më thonë fakt e kena dëgju me veshton, është fakt i vërtetuar nga prokuroria që kjo biseda është e plot çaj pjesë e publikuar. A ka tjera, sigurisht që ka, mendoj që ka më shumë biseda, po ato nuk i kam dëgju, unë po flas për çka kena dëgju. Dhe çet fakt, ti kur të diskuton me aktorët, nuk e diskuton vërtetësinë e faktit, po e diskuton pasojën e faktit. Pra qëllimi, shkaku dhe pasoja e faktit. Sepse fakti është fakt. Ta zëm, me e përkthy në një gjuhë tjetër. Kur të godet tërmeti, ti se diskutant ka godit tërmeti, ti veç e këshy që ka bo tërmeti, edhe që shmunsh me sanu, apo jo. Dhe faktin, unë menoj që gabim i jashtëzakonshëm, që po thuti me qelë qa dritare me thonë, po mirë, qa menon ti për faktin në është bashketi vërtet? Është faktu, vëlla. Së më intereson mu qa menon Albin Kurti për vërtetësinë e faktit. Mu më intereson qa menon Albin Kurti për këtë bisedë. Cilat janë pasoja që kemi pasur kësaj bisede? Është ligji i votuar në kuvend. Kush e ka kërkuar këtë bisedë? Milano. Me çfarë qëllimi? Dhe çka mendon ti për bisedën e Mimoza Kusari lidhet me Milan Radojčićin, të cilën e kemi pas në aktakuz edhe në listën e zezë të Shtetit Bashkuar? Pisar, e dyta. Një fjali, jemi në 20 minutëshim e emisionit për Dugazhinin, sepse gjatë kësaj kohe të fushatës, kohën e kemi 20 minuta në televizion, ndërkohë për versionin online mund të vazhdojmë. Do. E dyta pastaj që mendoj që duhet me ushtru si çështje veçanërisht në bisedat me Kurtin. Domethënë, pse për shembull na nuk kemi kurrë reagimi ose veprim të lëvizjes vetëvendosje ka shi çështjeve dhe personave që ky po i apostrofon sikur ky ka bo pak gabim, ky ka bo kështu, kjo është e kontestueshme kështu me radhë. Kjo duhet më ushtru si pyetje. Domethënë, nëse ti për shembull nuk pajtohesh me gjuhën e Sami Kurteshit ndaj medjave. Ta zëm. Pse nuk ka veprim ndaj Sami Kurteshit? Sepse kur kom qenë kryetar i lëvizjes vendosje, na kemi pas, unë kam pas reagim publik për një mos pajtim që kom pas me atëherë Hysén Durmishën me një deklarim të tij për mediat. Pra kur vendosti si parti pa thonë me ngrej zhak. Që kur vendosi si parti që kjo gjuhë është e papranueshme, ti thua, okay, është e papranueshme dhe i kërkon personit që mos me përdor të ose do të ketë pasoja. Ta zëm. E treta, Albin Kurti do të na shpjegojë neve. Pse krejt sulmi i tij, gjatë kohës sa ka qenë kryeminist, ndaj prokurorisë është përqendruar te prokuroria speciale. Blerimi Sufaj më saktësisht. I cili po e dëshmon tash me prokurorinë speciale. Jo ai, po domethënë në nullheqjen e tij dhe persona që i përmendet i prokurorët, që i kanë bërë dy prej aktakuzave më të mira. Më të rëndësishme për profesionalisht më të mira dhe më të rëndësishme për shtetin e Kosovës. Pra, te keni prokuroria speciale e cila po e njeh penalisht terrorizmin dhe agresionin serb. E tash ti duhet më kallëzu mua si kryeminist i Kosovës, pse e ke sulmuar bash ata? Po edhe pse
njerëz që po i njeh Blerimi Sufaj bashkëpunojnë me ty nëpërmjet Mimoza Kusari Liles. Sepse me u lidh shkak pasojë, tërmeti dhe pasojat që përmende, 2022 është miratu ligji për pagën minimale. Veteranët e luftës kanë mbetur jashtë. Ata vazhdojnë me marrë 170 euro. Qeveria Kurti në detyrë more vendim pagën minimale të kundërlidhshëm, more vendim që pagën minimale me bë 500 euro në muaj. Veteranët e luftës vazhdojnë me pas 170 euro në muaj, në mënyrë të kundërlidhshme, si rezultat e një koordinimi që këta patën me terroristin Milan Radojčić, kur i duheshin votat e listës serbe. Pra po flasin 2022, jemi në 2025, në hyrjet e 2026 dhe po shihen rezultatet. Këta janë koordinu me Milan Radojčićin, me votu një ligj që i cënon veteranët e luftës prej një përfitimi minimal, pagë minimale. Që Apo jo? kishë kushtu kur gjasë bugjetit e shtetit? Edhe një çështje që e tha këtu shoku Albin, i nderuari Kurti, tha do duhet të hetoheshin ata se si i montuan, ku i morën dhe pse i publikuan. Pra ai, në vend që të fliste për bashkëpunimin e tij me terroristin Milan Radojčić, lyp hetim kundër meje. Dhe Berat Buxhali, se ne të dy ishim ata paparacive nacionale që nxorëm biseda. Çka është e rëndësishme këtu? Visar, ky haran krejtësisht që e ka hetu Prokuria Speciale. Dhe këtë fakt nuk e thekson as miku jon Kushtrim Sadiku, për t'i thënë, o zotni, që ky rast është hetu nga Prokuria Speciale, dhe Prokuria Speciale ka nxjerr akt vendim që i pushon hetimet kundër meje, i pushon dhe konstaton që biseda është e vërtetë. Pra i mbetet i pasfiduar me faktet të cilat tashme janë publike. Janë publike. Një kërkim në ChatGPT apo në Google e gjen se Prokuria Speciale ka nxjerr akt vendim me hedh poshtë kallëzimin penal të Mimoza Kusari Liles, e cila në cilësi të shefes e grupit parlamentar të vetëvendosjes koordinoi me terroristin Milan Radojčić kundër veteranëve të TUÇK-s. E ka pranuar ajo. E ka pranuar ajo. Veç, të mos harrojmë, fillimisht ka rajt. Apo? Fillimisht ka thonë jo. Pastaj ka thonë jo, kom folë shumë shkurt. Kështu i ka thënë Albin Kurti. Pastaj ka thonë jo, kom folë shkurt, po kom folë shqip. Dhe kur duli gjizimi, krejt të ishin të pavërteta. Se kështu i ka thonë ky, më haje. Dhe tash. Se Albin Kurtin me vetë, sa është ora ky tren? Sakt. E tash, do më thonë, Albin Kurti pe vazhdon të njëjtën rënë. Veç që tash natyrisht e ka ndru, se tash s'mund me thonë që s'ka egzistu ajo bisedë, se ajo dëgjohet. Jo, kemi provat. Tash është e montume. Na ja përplasim provat. Tash është e montume. Dhe unë në këtë drejt, në të pikë, mendoj që është në detyrë e medjave, jo vetëm mundësi, për detyrë e medjave, me thonë ka veç pak. Na qëtoj kemi dëgju, edhe që po thuti, ka vendim të gjykatës që kjo është... Prokuris, që kjo bisedë është edhe e paprekun, edhe e vërtet. Po. E tash. Dhe kallëzimin penal vetë Mimoza nuk e ka bërë për montim. Jo. Po e ka bërë për nxitje të urrëties. Pra kjo është e pranuar si bisedë. E tash pyetja vetëm që duhet më ushtruar mendoj unë. Akterëve, në këtë rast është më na kallëzu pse keni bë, cila do bija nëse ka pas për Kosovën ose cila do për Kosovën. Dhe që kjo i shkon tamam intervistë, domethënë që sipas përgjegjësisë së medjave. Pra ty më të Albin Kurti sot që tu, ti thu mirë. Që të bisedë pse keni bo? Pse o dash me folë Mimoza? A ke shtite? A ka bo ajo vetë? Që ky koordinim që keni bo, çfarë dobi e ka pas për Republikën e Kosovës? A u kone domosdoshme? Pse keni bo? E kështu me radhë. Edhe 100.000 pyetje tjera. Po veç mos më kthy kur mo në atë që tash më e dim për të vërtetë. E që jo fakti që Mimoza ka bisedu, jo vetëm një herë me gjasë, po disa herë me Milan Radojčić. 2 herë për koordinim me shumë herë e nënkuptume. Për koordinim me listën serbe. Kur e unë zhvillu që të biseda? Kënë ke pas ministër përfaqësues të komunitetit serb në qeverinë e Republikës Kosovës? Ke pas Goran Rakićin. Bashkëpunëtorin e Kurtit.
që kemi bashkëpunim të mirë. Ai kujtohet se ky mund me thonë edhe që ta keni montu, pa ajo është deklaratë e tina në kamerë. Dhe që kjo ka qenë realiteti. Tash ti mundesh më thonë këta kam bë për të mirën e Kosovës, jam i interesuar me ngu shpjegimin tënd. Veç faktet mos mi prek. Ja. Tjetra, për shembull, edhe një gjë më shtru. Ne kemi pas zgjedhje lokale tash së vonë, apo një pjesë e konsiderueshme e eksponentëve të lëvizjeve vendosje kanë qenë në garë edhe në raundin e dytë. Po jo gjithë për tyre e kanë pas përkrajën e njëjtë prej Albin Kurtit, apo. Për shembull, nuk e ka pas përkrajën e njëjtë ta zëm Hajrullah Qeku që ka qenë në Prishtinë. Nuk e ka pas përkrajën e njëjtë Artan Abrashi që ka qenë në Prizren, Ardian Gola që ka qenë në Gjakov. Të trapi këtu në që i përmena, nuk është se shquhen fort për në fara afere ose në fara skandalit madha, po jo. Ka pas aty këtu në përfolje, për shembull për Artani, jo, nafta kështu, po nuk ka në fara. Domethënë pse janë përkrah njerëzit më problematik të lëvizjeve vendosin më shumë nga Albin Kurti. Pse për shembull mbështetet më shumë Rozeta Hajdari që është në gjykim për korrupsion. Pse mbështetet Faton Peci, i cili pashtu ka një sër akuzash dhe aferash të publikuara. Se janë pjesën e ndërmarrjet e përbashkët kriminale. Pse mbështetet ka shumë Mimoza Husari, e cila ka folë me Milan Radojićin. A me Mimozën nuk guxojnë. Ase i djeg ajo. Kuç kjo pyetje interesante për lëvizjen. I djeg. Pse i Mimoza i djeg. Pse i mbështet Albin Kurti? Unë jam i bindur që Mimoza Kusari Lila ka prova kur është udhëzu prej këtij njeriu me komunikuar dhe me u koordinu me terroristin Milan Radojić. Për që biseda është e kërkuar nga Albin Kurti, ose dyshoj fare. A mund të kjo më provu nga Mimoza? Unë besoj se ka prova ajo. Po unë ato se vend dyshim. Prandaj nuk guxon me alujt Mimoza. Unë ato se vend dyshim. Po për mua çështja është këtu, pse për shembull lëvizjave vendosje ka përfunduar në një subjekt politik e cila shtym përpara njerëz që janë ose të korruptuar ose në afera të tjera. E jo do njerëz që ka megjithatë po e çuishtu më të pastër në këtë aspekt. E që ka në publike, në profile publike, apo jo. Pse shtyhen qëta njerëz për shembull? Pse o zgjedh që ky model nga Albin Kurti? Këto janë pyetje që unë e mendoj më shumë të duhet më ashtru antarët edhe votues të lëvizjeve vendosje Albin Kurti. Pse për shembull fytyra e lëvizjeve vendosje sot është në Obiliç ky Halil Thaçi, Valion Prebreza në Fushkosov, Faton Peci në Mitrovic, e nuk janë aktivistë të lëvizjeve vendosje, njerëzit intelektual, konceptual, të ndershëm për shembull. Pse nuk është Ardian Gola? Ai që është dashur me pas për krah. Ska vjedhaj. Sakt. Ska vjedhaj. Domethënë pse ky po i mbron njerëzit më problematik. Pse për shembull sot lëvizja vendosje mu identifiku me Martin Berishën e jo me e mbrojt edhe Martinin. Ta krejt pa vërteta. Miq, do t'i bashkangjesim në këtë mision të gjitha transaksionet e Martin Berishajt të ardhura nga Beogradi. Ulëmtimi i paparacit ka qenë edhe ajo. Me datë, me detaje, sa para i ka marrë nga Beogradi dhe si i ka tërheq kesh në Prishtinë. Madje, ka një shumë të caktuar, ndoket mbi 50.000 euro, kur i kanë ardhur nga Beogradi në ditën që Vjosa Osmani e ka dekretuar si ambasador të Kosovës në Kroaci. Pra këta nuk flasin për këto fakte, të cilat janë transakcione. Janë, nuk mund është me fshi. Kanë hy paret, kanë dalë paret, i ka tërheq parat. Në thonë, po flasin për të dokumentuara, gjithë shka. Thonë, nëse donë me folë me Albin Kurtin, që t'ja provat për para. Thu zotnin, që datë, Martin Berisha i ka pranu kaq milion euro nga Beogradi. Pse erdhe nga Beogradi qëtu? Pse? Tregona pse erdhe nga Beogradi, tregona çka ka bëu me ato parë Martin Berisha.
Ky mund me thonë nuk e di që apo. Rregulla. Po veç, a nuk janë qëto arsye mjaftueshme që ti s'pako mos me bëu ambasador? Do të më shkarku, do të më ndjek S'pako me penalisht. ndjek për ambasador. Sot me shkuti me i tërhjek në bank 2000 euro vetë pse po i tërhjek. Natyrisht. Dhe s'pako që ky dyshim për mua shkoni mjaftueshëm që mos me bëu njerin ambasador. Nuk po e paragjykoj. Absolutisht gjykata le të merret me ta. Në momentin që më thotë gjykata që s'ka kurrë problem, e kthej aty. Po mbajtja e njerëzve të tillë, për shembull te ki rozetën në listë, apo Po. me zgjedh prapë deputet. Po, pra. Ka dalë brevesh pak. Le të kryjë me gjyqin ose le të kthehet në ministër, bëhet çka dush, s'ka më intereson. Veç le të çarçohet që kjo 3 milionë euro sa është dëmi, nuk janë pak për buxhetin e Kosovës. Neve na mungoj sot 200.000 litra sa janë vaj, për shkak të kësaj afere. Ka vdeka i Rahmet Lia, që ka pas me... Ndërkohë ja kam pagu para pagim ka pas. Zgjedhë që të problem një herë e tëni. Pra, që kjo tendencë e Albin Kurtit, që me sulmu prokurorin, dhe duke sulmu prokurorin me qëllim për mja ullë kredibilitetin e prokurorie, cila po e bë luftën me Serbin, e që për shembull në rastin e fundit shije që është kjo bashkëpunim ndërkombëtar me FBI-n apo jo? Po. Ti që ati Pa FBI nuk është Ti që ato e ka sulmon pse për me i mbrojt njerëz të korruptum ose potencialisht të dënueshëm për korrupsion. Bekim Kodraliu, njëjti prokuror. Edhe në rastin tim, dhe të Mimozës, edhe në rastin e sulmit terrorist, Iber Lepens. Si sha marrë me këtë punë? Besam. Unë krejt kolegët e mi i vlerësoj, janë të lirë ata me vendos, ka dojnë me shku, qysh me orientu, qysh me bë punën e tyne. E di është, ko krizësh për se cilën medium, por është shumë e rëndësishme mos mi u dorëzu një regjimi kriminal si ky Albin Kurtit. Absolutisht. Me i rezistu, me çfarëdo çmimi, për hir të këtij veni, për hir të Kosovës, për hir të zhvillimit, për hir të një të arritune të madhe e cila tashme është tu kontestu, tu shkatru. Por me që është përmen një puna ime aty, puna kolegëve të mi, biseda e terroristit Mimoza Kusari, Milan Ardejqic dhe Mimoza Kusari Lila, kallëzimi penal i Mimozës që e vërtetën se biseda është original, vendimi i prokurorit që e vërtetën se biseda është original, dhe përpjekja për të me hedhë mu dhe kolegët e mi ka lufta hibride, po merrna me këtë rast. Dhe kisha dashur me i lutë krejt kolegët e mi, kur do që lidhem me punën time, një telefonat brejëm largë, një mesazh, qysh është që kjo punë, ja kisha bashkanxhit krejt letrat, nëse kishin guxu me ballafaqu zotin Kurti me këto. Për ndryshe, le të vazhdoj, edhe unë do të vazhdoj njëjtë. Veç dy fjali shpejt. Ty të kujtohet, natyrisht shumë më mirë se mu, se ata ke qenë media, unë qenë politik, kur kishte rastet të goditjes nga qeverit e kaluara të mediave, qofshin ajo edhe vetëm një media, kishte solidarizim mediatik apo jo. Ju keni dalë në konferencë për shtyp për mua. Përveç kësaj, këtë media do bëheshin bashkë, dhe mos i ngoc mediat. Sepse solidarizimi ndaj media është e vetmja që mund mi mbrojtë të gjithë. E tash është. Për çfarë sunda? Ama, qëto një gjë duhet me kuptu, po nuk ekzistoj që ky solidarizim. Nëse ti për shembull mendon që mirë se pigodasin këta tjerë, mu kjo së prej, këta dishin në ran një, po aki pak ma vonë, po në ran një. Nëse kanë marrë dhe kanë shiteje. Kjo është e pashmangshme, prandaj i shkondesh me pas një vit ku që mediat në Kosovë, pavarësisht që na mujna me pas konkurrencë dhe mos pajtime kanë herë. Nuk duhet më u prek nga pushteti pikë. Tjerat pastaj diskutojnë. As më u dorëzu. E jo mi forku durt edhe me thonë shumë mirë se për ta i godasin konkurrentët e na është po fitojnë ai sen. Me që kjo punë kështu e ka. Mediat gjithmonë janë në luftë me pushtet. Luftë, natyrisht se nuk janë, po kështu quhet në përgjithësi veçanërisht nga pushteti, për shkak se ne kryjm punën tonë. Unë gjithmonë kam qenë në ballafaqim me secilin pushtet. Besoj ju kujtohet pronto. Besoj ju kujtohen të gjitha aferat e të gjitha qeverive dhe betejat e mia, kolegëve të mi me këto pushtete. Nuk është seksi me qenë me pushtetin. Është me u ballafaqu me pushtetin. Natën e mirë.